Dhimbja më e madhe një emigranti është lënia pas e familjes. I tillë është rasti i 37 vjeçarit Gelo Likpit nga Filipinet, i cili ka zgjedhur Shqipërinë për një jetë më të mirë, por me dhimbjen që ka lënë pas prindërit, motrën dhe vëllain. 37 vjeçari thotë se vendimi për të larguar nga vendi i tij nuk ishte i lehtë, por ishte një hap për ndryshim. I'm living here for almost 1 year now. 1 year. Very good. There's a lot of beaches. Bëj një vit që jam këtu në Shqipëri. Kisha dëgjuar se Shqipëria është shumë e bukur, plazhe të mira, njerëz miqësor, dhe është e vërtet. Njerëzit këtu janë të mrekullueshëm njësoj si në Filipina. Mamaja ime, motra dhe vëlla jetojnë në Filipina. Në Filipina paga ime do të ishte rreth 450 ose 500 euro në muaj. Këtu është rreth 600. Është pak më mirë. Punoj në hoteleri. Kjo është arsyeja pse punoj fort, për të mbështetur familjen time, për të dërguar para. Ai thotë se Shqipëria për të është kthyer në shtëpi të dytë, ndërsa tregon edhe ngjashmëritë mes dy vendeve, që sipas tij janë të shumta: mikpritja, respekti për punën dhe lidhja e ngushtë me familjen. Actually, it's almost the same. There's a little bit of difference. Është pothuajse e njëjta gjë. Ka pak ndryshim, por njerëzit janë shumë të mirë. Mënyra si na trajtojnë ne, punëtorët e huaj, është shumë e mirë. Shqipëria nuk ishte një vend i panjohur për 37 vjeçarin, pasi tregon se kishte dëgjuar për bukuritë e saj natyrore. I heard Albania before. Kam dëgjuar për Shqipërinë në lidhje me Ballkanin dhe plazhet. Kam qenë në Sarandë, në Durrës. Është vërtet mahnitse. Ai thekson se një nga ndryshimet më të mëdha për një Filipinas është klima. In the Philippines, we only have 2 seasons. That's why if you are a Filipino. Në Filipina kemi vetëm 2 stinë. Këtu ndjej 4 stinë. Dimrin, pranverën, verën. Ndoshta një nga ëndrat e Filipinasve është të provojnë borën. One of the Filipino dreams to try the snow. Sot pas një viti ai është mirënjohës për vendin që i priti, ndërsa tregon se është i pavendosur për të ardhmen, nëse do vijoj të qëndroj këtu apo të kthehet në Filipine. I love my country, but now Albania is on my heart already. E dua vendin tim, por tani Shqipëria është në zemrën time. Vendimi është shumë i mirë, por varfëria në Filipine mund të vazhdoj edhe nëse punon fort, ndërsa këtu në Shqipëri më duket ndryshe. Ka pak përparësi në këtë vend. Ndoshta një ditë mund të kthehem edhe unë në vendin tim, por nuk e kam vendosur ende. Historia e të rinjt nga Filipinet është një nga shumë histori emigrantësh që gjejnë në Shqipëri një mundësi të re, me sfidave, sakrificave dhe shpresës për një të ardhme më të mirë.